Dhe nuk e di sepse, po në fakt të gjithë po presin që ndodhë një puç. Është çudi e madhe. Dhe që është një ortek që ka... Ja foto, Leder ka foto. S'ka për të ndodhur. Dhe i s'ka për të ndodhur. Ja foto... Flasin analistët. Po, s'flasin analistët, Beni mund të thotë fjalën në fund, po. E, një sekond, para se të flisni analist, i lutem, Ledio ka një foto që thjesht për të legjitimuar titullin, që nuk është titulli që kemi shpikur ne, ja ku është Elisa Sperpali, kjo foto është e sotme apo jo, në mos gaboj. E sotme është. Tani kush nga ju marrësi ti e më i dalë nëpër qytet, i ke qef to, i e kështu dal. Mund më thuar cila kafe është kjo? Unë këtë kafe e kam, diçka më thot, Flogert, Sebastian, diçka më thot kjo kafe, Flogert është e njohur me këto gjërat jeshile, këtu me këto kolltuqet, diku në një zonë në blok është kjo kafe, nuk është shumë larg. Gjeko Imperial? Është Gjeko Imperiali? Gjeko Imperial. Ka mundësi. Vërtet? Gjeko Imperial. Që është direkt pas presidencës. Unë nuk jam shumë i brevër. Është ka 2 të Gjeko Imperiali. E di pse nuk e di, edhe pse nuk e njoh. Se e kam parë thjesht disa foto. Nuk jemi sigurt, po gjithsesi reklam falas është për Gjeko Imperialin. Qose është fiks hoteli që është mbrapa presidencës. Që tani ai ka ndryshuar, ka bërë shumë punime, atje ka bërë dhe restorantin, tani ka bërë dhe një tip rooftop i lartë. Nuk e di a është rooftop kjo apo janë brenda në restorant. Janë ambientet e brëndshme. Gjithsesi një gjë dihet që nëse Gjeko Imperiali është një vend shumë i qetë gjatë ditës atje, s'fara vjen njerëz. Gjatë paraditës. Në disa raste që unë kam qenë, ka bërë përshtypje që kam pak shumë eksponent të cilët në parlamentin kundërshtar dhe aty shikon bashkë. Mos e trajtoni atë si diçka. Jo, them është vend puçës, këtë kuptim e kam. Ja, nuk besoj se kontekstin e ngjarjes. Po do donim, shikoj gjithë vendot. vendot. Po do në botë ulën. Patjetër. Po patjetër, nuk diskutohet. Madje më shumë me ata se sa me patjetër. Janë ti mban më ne lodhëm publikun shqiptar, do jap dorën Nano Berisha apo Berisha Nanos, pastaj Berisha me Maj. Vetëm se ndryshim nga ju atë do thosh tani Ben, që të ecim, që mos humbasim kohën. Ndryshim nga ju atë po thoshë sot me ca miqtë e mi. Është Inata me ditën. Po. PS-ja e Ben Malajt, e Tos Nanos, e qoftë e Ilir Mecës në atë kohë, gjithë dhe bashkë, ishte një PS, ti mund ta shash, më thuash çfarë duash vlla. Transparenca, më shumë se duhet. KPD-ja e famshme, gjithçka dorin pazar. Kishte njerëz thoshin, po çai thon këta, pse më mirë që i thon. Pra se thuash, njerëzit merrnin pjesë, shumica nga televizioni, sigurisht se shikonin televizion, po loj pa maska. Loj pa maska, kishin rënë maskat zotri. Unë isha ministër. Imagjino me këtë PS-n e sotme që është bërë gazerm, sepse në fakt vetëm kështu mund të jesh fitues. Jemi dakord. Po. Jemi dakord. Por aman, kënaqësia dhe emocionet që na jepnin ne të paktën Flogeri që ishim gazetar në atë kohë, ishim mosha juaj, bila unë isha më i ri se ju. Ishte ngjarje, kishte çfarë. Shkonim në çdo studio ballë për ballë me njëri tjetër, bëj buxheti, kishte një projekt. Por ju nuk e keni njohur të kohën. Datën 14. Sa keni vjen mua Flogeri? Komunikoja me publikun. Kjo është financat. Fatmirësisht arkivat janë dhe KPD në gjitha. Po ju nuk e keni përjetuar personalisht. Përjetuar jo, po parë i kemi për të bërë diferencën. E dish domethënë ta përjetoni, unë them ata gazetarë që s'kan pas mund ta përjetonin personalisht gjë të fizikisht atë kanë humbur shumë. Ishte një shkollë brillante vëlla. Dhe kjo saj frymës Tos Nanos, po, duhet thënë. Po edhe bashkimi mendje hapur. Cili? Fino? Fino patjetër, po. Filloi futbolli në politikë ato që nuk mendohesh. Patjetër. Jo, po veç atyre, unë po them, ku sherret i nxorrën në pazar më burr, ishte perlë më burr. Ore të duke vetes ku jetoje në Athinën e lashtë më burr. Ore kishte po që flisin në publik më njerëz. Kishte agora më burr. Ore Flogert, a jeni gazetar apo jo më? Për shembull ti sot do ishe shumë i eksituar sikur të kishe mundësi për shembull që të plaste një debat i madh në Partinë Socialiste. Sigurisht. Si gazetar do ndiheshe mirë apo jo? Do kishe palët, do bëje edhe ti intrigat e tua, po ishin intriga të mira, ishin pozitive. Është adrenalin mo për ne do ishte perlë. Ja më kapi nostalgjia mua. Ne kënaqemi me kaq pak që po ndodh me një foto. Mbaroj Spiropali kafe, do ta vazhdosh apo jo? Do të iki. Jo, tani ti nuk do ikësh sot. Jo, Spiropali jo. Do iki Spiro. Jo, më Spiro s'ka bëj. Kishte çanit, kishte 20 vota për shembull kundër imunitetit ose pro imunitetit Ballukut. Pra mos ishin 83 kështu fikse. Po pra të dini të flisin më burr. 7 veta duheshin më burrë. Për ta shpëtuar Shqipërinë që mos bllokohet. 10-11% e grupit. 10-11%. Flogert po nis nga ty vëlla. Çdo thot kjo foto për ty, le të tregoj her pas here në ekran. Të gjithë po presin puçin e tham. Kjo është një foto interesante me Damian Gjiglurin. Damian Gjigluri gjithsesi, më sa e njohim ne, ka qenë një njeri shumë pranë Ramës, po ka pasur periudha të errta me Ramën, kur ai nuk e ka larguar etj, nuk e di marrëdhënie. Por ka votuar gjithmonë siç ka dashur Rama. Patjetër, po patjetër. Damiani duhet thënë që ka qenë në rresht, nuk kemi pse e themi ndryshe. Megjithësi është një figurë atje në parti e cila duhet thënë
në raport me ata, me shumicën atje, është shumë më mirë se sa shumica. Shumica janë... Bën një diferencë, e themi. Diferencë, po. Ka një formim. Ka një formim, pra, po, pra. Tjetër, ka eksperiencë. Tani, është profilizuar për zgjedhjet. Ka kontribute të veçanta. Floger, të lutem, çfarë dim për këtë lajm? E para, që është një vërtet që nuk ka shumë interes, është që aty janë dy lebër, miq, që po pi një kafe. Se njëra është nga ajo, si quhet më, Ftera. Njëra është nga Ftera. Nga Bregu. Janë lebër. Edhe Elisa është nga Ftera, po e di. Ndjenin time janë të dy lebër, nga Lungë. Damiani është nga afër Qeparos, si e ka emrin fshati Damianit? Edhe Zojan Spiropali aty mbi... Qeparoj është. Po se Qeparoj, pra është një fshat tjetër. Kudhës. Janë shumë afër. Dakor, origjina i bashkon. Pra, jo vetëm origjina, po janë dhe miq në tjenin. Ja rritur bashkë në Postodani. Po, qartë. Nga ana tjetër tani, në kontekstin që zhvillohen gjatë. Ja dhe anglosakson, duhet thënë kjo gjë. Flasim mirë anglisht. Shumë mirë, po. Janë arsimuar. Nga ana tjetër, në kontekstin që jemi futur, ku ka një përballje dhe Zojan Spiropali po bën atë betejë që kemi parë të bëj, këtu mund të imagjinojmë dhe mund të parafetyrojmë shumë skenaret mundshme pse ndodh kjo gjë. Skenari numër 1. E para fakti që bëhet në publik, në një kafe publike, jo në për kafe... Tipo, nuk është paparazzi kjo, din ata që po fotografojnë. Ka rëndësi, është kafe publike, mund të shkoni një prive. Qartë. Mund të shkoni një prive. Japin mesazh të dy. Jo vetëm Zojan Spiropali, që tani s'ka komplekse dhe nuk s'ka patur kur që kur ka filluar kjo betejë, por ndoshta dhe Gjiknuri. Nga ana tjetër, ne nuk i dim marrëdhëniet e Gjiknurit me Ramën sot, por kjo mund të jetë një lajm tjetër drejt Spiropalit. Pra, Rama mund të ketë gjetur një ndërmjetës që është afër edhe në kuptimin e ajrit dhe diellit që kanë marrë që në lindje për t'ja çuar dhe për t'u marrë vesh me të, me që dikur para ca javësh kemi folur për dikë tjetër që me sa duket nuk ja ka arritur. Dhe e treta që është po ashtu shumë e rëndësishme, mund të flasim për një Pra, dyta ishte që Damiani në këtë rast nuk është thirrur nga Elisa për një kafe për të biseduar e situatës, po është i futur nga Rama, e ka kërkuar Damiani Elisa. Dhe e treta, mund të kemi të bëjmë me një mesazh që edhe Gjiknuri po e jep hapur, që në parimet që Zojan Spiropali thot që Partia Socialiste duhet i ndjek dhe të mos i shkel. Dhe fundi fare ka qenë më përjashto, që pritet bëhet hit në një lloj fushate tjetër, antifushate, po. Gjiknuri në një farë mënyre ka shkuar dhe është pozicionuar. Me kë? Publikisht. Me atë narrativ dhe atë kërkesë që... Ti thua është rreshtuar me Spiropali, mund të jetë dhe ky skenar. Tani unë po fantazoj, se po ta dija do t'ja ta thoja ku... Pra, skenari 1 është që kalon një mesazh të dy. Janë dy miq dhe japin një mesazh të dy. Skenari 2, Damiani, ti themi shkurt çfarë, Damiani dërguar Rama, skenari 3, Damiani është bashkuar Elisës. Pozicionuar. Dhe po formohet një Perl. Zoti zonja, harova, Sebastian, ta më pëlqen nervazere se nga haroj. Unë e parimi është që dy politikan flasin gjithmonë për politikë. Pra, po flasin për dy funksionar të lartë. Edhe kur nuk flasin për politikë, prapë është politikë. Në këtë kuptim, po. Para një herë, ajo që duhet them është që i uroj punë të mbarë zonjës Spiropali, sepse të dy bashkë ata po tregojnë një gjë, që partin një person nuk mund ta vërë në rreshtë. Dhe kjo është shumë e rëndësishme. Ka pasur do të ketë gjithmonë zëra ndryshe, ka pasur do të ketë gjithmonë njerëz cilë do ta thonë fjalën e tyre. A e thonë me vonesë, apo e thonë për interes, për virtyt, për çfarë lloj gjëje tjetër, këtë le t'ja lëm ta analizojë. Edhe nuk ka shumë rëndësi moralitet. Për momentin, e rëndësishme që e thonë. Spiropali tha atë që me të vërtetë që do të bëhet hit. Unë isha disi skeptik në fillim, por më pëlqen që ajo tashmë me ligjërimin që ka mbajtur në dy postimet e fundit, ka shkuar në atë që mund ta quajmë rrugë pa kthim. Ka shkuar tek faza finale që është më përjashto. Pra kjo është përballja e drejtë për drejtë. Nëse deri më dje kishim dyshime që po të bëj presion që të më japësh një post, sot ajo ka shkuar ball për ball. Dhe kjo meriton me të vërtetë që ti thuash bravo të qoftë. Në krahun tjetër, zoti Gjiknuri, gjithashtu për mendimin tim, në këtë foto meriton me të vërtetë që ta përgëzosh për një gjë. Kur
zakonisht liderët e fuqishëm dhe të gjithë fuqishëm që kthehen në diktator, pse kthehen, se dua ta ndalem pak te kjo kthehen diktator. Diktatorët thonë ndajnë bardhën nga e zeza. Dhe kur Rama fillon dhe thotë e bardha dhe e zeza, kjo do thotë që ke hyrë në një trip psikologjik të atill, që ky hyn tek të zinjt, unë hy tek të bardhët. Tek të mirët ai hyn tek të qinjt. Ke hyrë në një terren fetar deri këtu me engjëj dhe me djaj. Qartë. Në politik, tani zoti Malaj ka qenë Do flasim në fund se më mban, po. Por këto lloj ndarjesh tregojnë një mentalitet i cili për mendimin tim është shumë i rrezikshëm kur ti fillon që ta thuash. Tani zoti Gjiknuri ka treguar një gjë shumë të thjeshtë, që është shumë e rëndësishme. Unë nuk jam nga ato që nëse ti e lëçit dikë, mos shkoj dhe ta takoj. Pra, unë mund ta kem kolege parti. Pra ti je më shumë me versionin e tretë të Flogerti që thotë Gjiknuri është bashkuar Elisës, nuk është e versioni i dytë, si e versioni i dytë, skenari i dytë. Gjiknuri për aq, po ka dhënë një mesazh. Për aq unë nuk e njoh mirë, 2-3 herë që jemi takuar si gazetar, mund të them që është tip sportiv. Nuk është nga ato tipat që shkon Rama dhe i thot tani shko atje takoj atë të mbish më thuash mua këtë. Është tip më sportiv. Pra pas batonit, thot Sebastiani, që nuk e thot shumë, e them unë, pas batonit tani bashkohet dhe, batoni fakt nuk është u bashkuas, batoni nuk është në politik direkt. Batoni është njeriu, është ura që lidh. Po pas takimit me batonit, disa takime që ka bërë me batonin në Elisa, mund ta shtojmë tani Damiani që se batoni për shembull dihet që nuk vete atje sepse do të rreshtohet në Elisën. Vete atje për të kuftuar dhe për të thënë shokut vet Ramës. Po Elisa shenjon. Shikoj se dëgjoj, Elisa shenjon territorin kësaj. A është në leverdi të Ramës që ta shenjoj territorin Elisa? Kinezët, Lao Tseja, ka një shprehje të bukur që unë vonë e kam kuptuar, me thënë të drejtën. Se këto shprehje të thjeshta, ndonjëherë janë aq të thella sa që ti më vonë fillon dhe i kupton. Ndiz një pishtar të ai që të kapësh mushkonjat. Tani një strategji e këtilla i mbahet në strategët më të mëdhenj. Arti i luftës. Të arti i luftës. Tani këtë e bëri Berlusconi në vitet 90, kam qenë fëmijë aso kohë, po tani që lexoj arrit ta kuptoj. Berlusconi donte dinte kë kishte kundërshtar në parti sepse po i përçajë parti. Ai histori perlësh kjo, po më thuaj, po. Çfarë i bën Berlusconi? Hap llafe që kandidat do jetë Malaj. Nuk jam më unë kandidat. Të gjithë ndezin një pishtar. Të gjithë ata që ishin kundër Berlusconit shkuan tek Malaj. Dhe ky me një të rënë lapsi filloi edhe i shoi të gjithë. Pra e shoi të gjithë të linjën që mund ta kishte kundërt për ta marrë partinë për ta vënë në hullinë. Paka shumë kjo që bën Berisha deri diku që gjithmonë do ta kanalizoj partinë aty ku do ai. Dhe në këtë kënd, siç Elisa kërkon të shenjojë territorin e saj, po ashtu edhe Rama kërkon të mësojë se cilat janë radhët deri ku shkojnë radhët e Elisës. Pra brenda partisë ka gjithmonë një luftë pushteti. Në këtë luftë për pushtet, sigurisht që Rama është ai që e ka të gjithë partinë në kontroll. Por në luftën për pushtet, klanet dhe grupet gjithmonë tentojnë të shtyhen sa më shumë që t'jetë e mundur. Nëse një klan shtyhet shumë më shumë, atëherë ky klan është ai i cili merr pushtetin dhe e dëmton, edhe mund ta dëmtojë shumë edhe kryetarin e partisë. Pra, në çastin që Rama sheh që Elisa i ka radhët shumë forta, nuk e godet dot më. Në çastin që Elisa i sheh që i ka radhët shumë forta, i thot më përjashto sepse unë nesër të dal ty përballë. Faleminderit Sebastian. Jo, s'mund të ikim pa mbaruar dhe Marsidi, do ikim para se të fillojmë Malaj, me komentin e Elisës që ta mbarojmë. Marsidi? Në shiko, Çani, është një shprehje me qenë se e filluam me filozofinë kineze, cila thotë që nga një herë më shumë zhurmë shkakton pema që pritet dhe që bie se sa pylli që gjallon. Që do thotë nga një herë ai që den nga rreshti bën më shumë përshtypje se sa gjithë pylli që qëndron në rresht. Dhe në takime, zakonisht kur ka një kundërshtar të hapur ose njëri që del kundër, ata që e takojnë kanë kosto më të madhe kur e takojnë sa po mos e takojnë. Që do thotë që ka një implikim. Pra, në ato ndarjet që bëri Flogerti, unë jam një sekond të Marsidi le dio kamera, please. Unë jam me idenë që takimet me këtë pemën që bie dhe që heq vëmendje nga pylli që gjallon, janë gjithmonë në favor të atij që takohet, pra të zonjës Piropalin. Dhe unë mendoj që këtu kemi me fillimin. Pra ti je me opsionin e tretë Flogertit. Po, dhe unë mendoj që kemi të bëjmë me fillimin e Impuçi. Ka disa ngjarje ose ka disa situata që lidhen për shembull me rastin e Jul Cezarit dhe me tradhtinë që i bëri Bruti në do kalosh në antikitet. E mbarove pjesën aktuale. Po. Ç'na mos në antikitet. Ç'na mos në antikitet. Ja, e kemi, ja. Ja, shikon stafi ka punuar shumë sot. Po. Mund ta komentosh këtë foto se ti nuk e shikon atje, po. Po, e shikoj. Jul Cezari është ai që është në kraun tënd të majt Marsit, si i bie. Po. Dhe që është edhe Rama, foto Ramës drejt mbas tij. Ja dhe Edi Rama që duket si Cezari.
Markus Julius Brutus, i njohur ndryshe shkurtimisht si Bruti, është Elisa, që është Elisa Spiropali. E kemi bërë dhe edhe Ramën dhe Elisën, e kemi bërë me këto ngjyrat kështu, a Beni? Po. E bukur kjo. Tani ç'është kjo histori për ata që nuk e dinë më Bonus. Atëherë, historia e Brutit me Cezarin është një histori e cila daton që në fillesat e Cezarit në politik, pasi mamaja e Brutit, Sevilla, ka qenë mentorja dhe dashura e Cezarit. Madje fjalë që qarkullonin në thashëtet që mund të jetë dhe djali i Cezarit. Dhe flitet që njeriu që japi rrugët Cezarit në Senatin e Romës ka qenë pikërisht e jema e Brutit. Bruti bëri një gabim sepse në luftën e Cezarit me Pompein, Bruti u rreshtua me Pompein dhe pavarësisht se Pompei humbi luftën, Cezari si thua amnistoi një herë, duke falur Brutin dhe duke lejuar që të vazhdonte karrierën e tij politike. Ngjarja ku ka ndodhur vrasja e Cezarit ka qenë 15 mars i vitit 44 para erës së re ose para lindjes Krishtit. Dhe në qofse ju kujtohet, statusi i parë i zonjës Spiropali me hijet që mbetën bas ka qenë pikërisht data 15 mars. Pra në ditën që është vrarë Cezari, është bërë dhe statusi i zonjës Spiropali. Kjo është rastësi. Është rastësi, po mund mendoj që s'ka asnjë rastësi. Nuk besoj se është rastësi, se ajo ka studiuar për shkencat politike, kështu që ditë jap mesazh politik. Ajo e lexuar është. Mund të qenë duke dhënë edhe simbolik. E para, e dyta është që Bruti, njësoj si Elisa, për shkak të formimit të tij si stoik, sepse i përkiste filozofisë stoike, kishte ndjesi për moralin, për shtetin, dhe në njëjtën gjë ka dhe Elisa për shkak të formimit të saj shkenca politike. Pra, e ka atë idenë e kritereve të smirës, të ndarjes pushteteve, të parimit ndarjes, dhe kjo gjë e bën që edhe ajo të ndjejë si thuaç një lloj detyrimi moral ose legitimiteti politik për kauzën që ka filluar. Dhe pikërisht në radhë të parë, e gjithë puçi filloi sepse Senati ndjeu që mas diktaturës së gjatë që do ishte nga Cezari, pushteti do ishte i njëjtë dhe do kalonte te Mark Antoni. Dhe në këtë situatën aktuale ku ndodhemi, unë veç një paralele midis Mark Antonit edhe Belinda Ballukut. Pra nëse sot ka Rama një komandant që është dora e tij ekzekutive, sepse këto vitet e fundit karriera Ramës ka qenë më shumë me takime ndërkombëtare dhe ekzekutuesi gjithë punët e qeverisë ka qenë Belinda Balluku me stafin e vet. Është edhe një lloj antagonizmi. Dhe në shumicën e rasteve kur ka historian të filozofisë, të cilët mundojnë të japin kuptim ngjarjeve dhe datave, ata hedhin tezën që e vetmja mënyrë që Bruti mos ngelte anonim ishte pikërisht puçi dhe vrasja e Cezarit, pasi s'kishte asnjë formë tjetër se si tynte në histori. E njëjta gjë ndodhi me zonjën Spiropali to ditë. Pse? Sepse duke u përjashtuar vetëm 5 muaj, 6 muaj nga pjesëmarrja në qeveri, fal të përfundojmë. Jo, kisha një pyetje. E morë vesh, Elisa Spiropali. Bruti e vret Cezarin sepse nuk donte që të humbte Republika. Cezari donte të bëhej monark absolut. Tani, në qoftë se Rama shihet si monark absolut, dhe Cezari ishte ai që i solli pasurinë më të madhe të mundshme Romës dhe i zgjati jetën. Por parimi për që donte të mbronte Bruti ishte nuk shëmbet Republika dhe ata pleq që ne i pyesim për mend. Tani, a duhet që perandori të zhduket që të mbijetojë Republika? Kjo është pyetja ime. Po, duhet. Edhe mendoj që sapo ka filluar ky lloj. Elisa Spiropali, e morë vesh ku ka lindur? Jemi në fillesat. 15 mars. Pa të ka bërë dhe status, ditën e vrasjes Cezarit. Ben, para se të fillosh ti, e mafë mërsi. Ja, do vetëm të këmë dhe përfundimin. Historianët e filozofisë, përveç detyrave morale dhe asaj që tha Sebastiani, për idenë e parimeve, është sepse njerëzit çanë që marrin pjesë politik, dhe këtë dilemë ekzistenciale kishte edhe Bruti, kur ke një personazh madhështor që dominon skenën politike dhe madhështor themi jo në kuptimin e të mirës, kuptimin edhe të interesave personale që gjithmonë i zhvillon, e vetëm gjë që ngelet, që mos bësh anonimat, është ta shkatrosh shohin e madh, ose të thua shkatrosh figurën e madhe që dominon. Sepse duhet ty diku në ngjarje. Po se këta po kërkojnë fjalën me njëri tjetrin. Po jam ti the në fund pra do ndrysh. A më thua Beno? Por Elisa, a më thua në fund? Po. A pra? Jam mbaroj Marsiti. Dhe për ta përfunduar çani. Se lezesh malaj. Haroj që do në fund. Ti e kryesori sonte. Jo, miqësisht, këta filluan me një tjetër pyetje përgjigje. Po. Atë pjesë është një duhet kaloj radha një herë pastaj. Mi qa, po ka drejtë. Është një shprehje e madhe. Kemi ne nga Kuçi Vlorës. Nga Kuçi Vlorës, po. Ato buzi kështu. Është një shprehje e madhe Sigmund Freudit që thotë një ngjarje jetësore mund të kthehet në tipar psikologjik dhe më vonë në karakter, personaliteti. Unë mendoj që përjashtimi Elisa Spiropalit i ka dhënë asaj karakter dhe personalitet politik. Nuk është përjashtuar, kujdes. Përjashtimi nga qeveria, po them. Para se ja fjalën. Ledjo erdhëm, bëj sekondet, jo bë gati sinkronin, se nuk ka kuptim të randaj në pauzat. Pas e ja fjanën Ben Malaj, do jetë pas pauzës, ke një sinkron, Ledjo, shumë të bukur për të ilustruar këtë të Marsit Gupit, që na mëson antikiteti. Ja shikoni. Shperë. Është nga filmi ku vritet Cezari, ja shikoni.
Ja, ka Lidio gati, ja. Kenë punuar. Take your hand off me. What are you waiting for? Now! 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 Perë, e pa parë. Dhe ti brut, shpreha famshme e Shakespeare-it në... Dhe para se të ikim në një publicitet, dhe pastaj t'ja lë fjalën zotit Malajt në api koment për gjithë situatën në PS, në qoftë se është situata apo jo. Ndërkohë, Damian Gjiknuri që po na ndjek, për fakt unë i çova një mesazh, i thash, a mund të ish 2 minuta live dhe marrën telefonit, thash, me zë? Më thot kështu, thot, po pse më vlla, thot, po kur pi kafën me ty, thot, ose me gjithë dynjan, thot, pse se bën lajm? Varianti i parë pra. Po, pse se bën lajm? Edhe unë qesh i them ti e kupton që s'ka arsye të bëhet lajm. Ta them vetëm një fjali. Jo, po mos të prek të sesh. M'fal. Për komunikim. Edhe i thot, se më thot mua këtë të lutem thuaj në studio, thot, që unë pi kafe me të gjithë. Në fakt kjo është kot sepse Damiani e di shumë mirë që të pish kafe me të gjithë, të pish kafe me Elisën sot, është lajmi kur pi me Elisën, jo kur e pi me Çanin, apo me Malen apo me Marsidin apo jo, me Flogertin apo. Jo, çdo herë që Bruti mante thikën do thotë që do bënte vrasje. Po ha pra. Tani unë pi kafe me të gjithë thot ky se ti je dëshmitari me kupshin i marr. Është e vërtet Damiani ulet me gjithë dynjan, s'ka kështu komplekse. Tani unë i them, Spiropari është lajm tani, po jo më vlla thot tani Arçani thot, shtyj live, unë thot, a thua se kam pirë kafe me Melania Trump, thot. Pra do me thënë, mos exageroni, kuptin, se nuk është Melania, Elisa është. Mos dërgon mesazh te ekipi saj, që do të atakoj. Po jo, duke si një nënvlerësim që i bën Elizës. Damiani ka një sens pozitiv. Po pra. Unë i them, ta lezoj të fundit se është e bukur Melania Trump, bë çfarë duash, nuk ka problem. Po s'du me i dhënë rëndësi gjërave, thot, kot sepse ti më njeh. Mirë do ishte të futej të faktë. Ne opcione tham. Ne opcione tham. Nuk tham pse e ka bërë. Damian që se na shikon? Madje opcioni pari mshua më shumë, që janë 2000 që pinë kafe. Patjetër. Tani, zoti Malaj, ne do bëjmë një, se më shmëndi leti vë bie gongu, do bëjmë një pauzë vogël dhe pasaj na duhet përvoja e zotit Malaj për Partinë Socialiste, siç e njeh ai që nga koha e krijimit të saj, dhe bëdhe krahasime tani, na thot 2 fjalë. Ç'është kjo e Spiroparit? Pra është një gjë që mediatike, thjesht mediatike, sepse ajo është e përkënaqur dhe ka thënë më përjashto, apo, dhe pyetja i do i bëjmë Ben Malaj tani, po ja bëj paradhënie, s'do harroj, është, apo është gramosrushi mbrapa, zoti Malaj. Kjo është një gjë që është hapur shumë në qytet, po bëjmë një pauzë dhe rikthehemi. A është gramosrushi mbrapa Elisa Spiropari? Jemi rikthyer me Arben Malaj, zëja e zotrinj, në këtë P4, pjesë 4 të emisionit. Jam Malaj sot shërëthuar dhe nga 3 miqtë të emisionit dhe miqtë e mi, Marsit Gupi, Sebastian Zonja dhe Flogert Muça. Vazhdoni bëni pyetje te ky QR kodi që u del këtu në ekran, bëni skanim, një login dhe bam një pyetje për zotin Malaj, qoftë për kolegët e mi, si doni juve, nuk ka asnjë problem. Jemi edhe pak minuta te Elisa, kafe me Gjiknurin, të gjithë po presin Puçin. Pyetja që
unë i bëra marrë ishe, a është dhe Gramosruçi mbrapa e Elisës për të mbështetur apo jo, dhe marrë vërshpërgjigjen tani, por për qenë fair ben, po i bëj një telefon Elisës direkt, në base nuk e di, në base nuk është duk në parë, dhe në base të e hapë, dhe të shojmë si do reagoj. Unë nuk besoj se të e hapi. Dhe të hapi, se është mediatike ajo. Dhe është mediatike, por nuk ka dash të flasi, verse në Facebook. Së besoj se të e hapi tani këtu. A, Sebastian? Në Facebook ka folur apo jo? Po ti thua që është dhe Beni hapa ajo. Po ti them që është dhe Ben Male. Po ti them, po duhet na shofi që ti ta marrë vesh ajo. Nisi SMS, më xhan edhe del më vonë ajo, dhe po s'u përgjigj tani. Jam që i jednuar me atë Elisën, po, të them drejtën. Është dhe pak vonë, ndoshta, kush e di. Se më është gjumë me Elisën tani? Prente në darkë, jo, me familjen. Po pse kështu bëhet puçi duke fjetur në 11, po mos. Me familjen. Familja është e madhe çan. Ja, shikon su përgjigj, sepse me sa duket nuk është gati të flas bene, shikon? Vazhdon Damiani i thot një sekondë Marsit. Jo, nuk do të thuash. Thoni me respekt për ta. Do ta thuash kur mbaroj malaj. Po. Vazhdon Damiani i thot, pastaj këta që komentojnë të ruan nga takimet e fsheta, jo nga kafet në publik, thot, mos u merr me këto muhabete, man çan thot, lere se janë ushqim për mediat kot. Thot Damiani. Drejt ka. Ore, ai të drejt ka, po e parë nga këndvështrimi Damianit, ka shumë drejt, po e parë nga këndvështrimi jonë. Po dhe ne do bëjmë atë punë tonë. Ky emision ka një epitaf që kemi thënë, që në politik gjua i është dhënë njeriu për ta fshehur. Për ta fshehur, bravo. Kështu i Damian. Normal që gjua të është dhënë për ta fshehur, po ne gjua na është dhënë për ta thënë. Apo jo? Ne këtë detyrë kemi. Këtë detyrë kemi. Ndyshe shkuptim ka. Të shojmë. Po, zoti Male, ky është momenti jot. Atëre, e para dhe mbi të gjitha për Elisën. Për Elisën, po. Pastaj të kalojmë direkt të tëndja, se s'kemi kohë për fabulën tjetër. Situata në cilën ndodhet Elisa, ka të bëjë me atë shprehjen e Churchillit, që për parimet e ndryshoj partinë. Për partinë nuk i ndryshoj parimet. Me bukur shumë. Dhe në qoftë se ajo do të jetë orientuar në këtë gjë, do të jetë diçka pozitive. Jam kundra një lloji sensibiliteti negativ, jo po u kujtua tani, jo po kur i hoqën kariken, jo kur u E këto janë gjitha budallëqe se nuk kanë asnjë rëndësi. Nuk ka asnjë rëndësi se historia ka treguar që njerëz kanë qenë bashkë deri në moment caktuar janë ndarë, nuk diskutohet. Ambicia në mban. Dhe në këtë Solidariteti në mban, se çfarë? Por cila është sfida, se unë do të jem më drejt për drejt e Elisës. Duhet të konturohet si lidere. Dhe që të konturohet si lider do punë. Për shembull, unë nuk besoj që Rama përjashton atë, jo se ka frikë, por nuk do që t'i lë kohë që ajo të organizohet. Qofse mua do më dëgjonte Elisa dhe ne do takohemi, kemi folur në telefon, ajo do ta marrë vendimin në kohën e duhur. Të dalë nga grupi, unë kam këtë pari, do kam mbështetësit e mi, do ndjek këtë rrugë, sepse në parti nuk ja merr dot njëri as Aliut dhe as Ramës. Çfarëdo që të bëhen atje, edhe sikur takoj gjysmë e grupit, ajo, jo që tani ajo e ndjen, siç e ndjem ne kur këta heshtën, që çdo të thotë kur nuk të do udhësi. Do në gjithë ata që i rinin nga afër sekretar. Po të heqin shikimin, po. Merr. Po arriti Bemblushi që si fliste njëri në grup parlamentar. Kështu që në këtë aspekt, sfidën ajo e ka me krijimin e një profili leadership, dhe leadershipi duket nga risku që merr. Kjo nuk është punë pa risk. Nuk është punë pa risk. Ja. Rama është i jashtëzakonshëm për të goditur çdo që nuk i nënshtrohet atij. Tjetër me 100 zagar që ka lëshuar lart e poshtë, ai bën namin por dhe nuk del asnjëherë vet. Kështu që lëshon zagarët. Kështu që në qoftë se është në këtë moment, siç e qarsoi Churchilli, është momenti që të shkëputet nga. A ti i propozon Elisa Spiropani të shkëputet nga PS-ja fare? Po, të dalë atje të risi deputete pa. Si deputet e mirë, po të ikë vetë, mos jetë në pjesë e PS-s, thua ti. Nuk e merr dot PS-n. Jo, po pse ky është synimi i saj, thotë, të marrë PS-n? Po çfarë do bëhet lideri pasaj? Ajo pret të bjerë Cezari, pra, të vritet Cezari. Jo, ama po nuk ka rjet. Më thuaj kush ka rënë nga këta. Merret tranzicionin shqiptar, kush nga liderët e partive të mëdha ka rënë. Po s'ka rënë dhe ata që janë partitë vogla dhe kanë njëtin kryetar për 30 vjet. Nuk e kemi në këtë kulturë. Ore, kur nuk pati një maja në grupin parlamentar të Partisë Socialiste të kundërshtonte vendimin e Ramës që të mos i jepte miratim Spakut, sepse Spaku u tregua deri diku i arsyeshëm, dha dy alternativa, nuk dha një. Ose arrest me burg, që unë nuk jam, prezumimi pafajësisë, grua, ka fëmijë të tjera, ose arrest shtëpie. Tani ç'a shqetëson dhe pëson që të jepte arrest shtëpie? Për kë po thoni? Për Ballukun. Për Ballukun, po. Pas gjë. Vetëm frika e Ramës se çfarë do ndodhte pas Ballukut. Dhe do jemi këtu sepse unë kam studiuar integrimin evropian, Shqipëria do të bllokohet
të bëj çfarë të doj Rama. A ishin dy makinat që thoshin gjithmonë Malizi dhe Shqipëria janë bashkë? A kaluan në bangë provën e burokratëve të Europës? A kaloi Malizi dhe këti thanë keca njolla që nuk do kalosh tani? Edhe del ministria kryer negociatore jonë, tregohet më sinqert se Rama dhe se ministri i jashtëm dhe thotë na kanë dalë ca probleme rrugës. Kështu që unë e kam shkruar në momentin që nuk u miratua varianti i dytë për Ballukun, domethënë ra ura me Bashkimin Evropian. Çfarëdo që të bëj Rama, ata burokracinë e kanë burokraci. Ti thua Elisa duke mos shkuar në parlament atë ditë që të votonte pro, Krijoj një kredibilitet. krijojnë kredibilitet të huaj, thonë ju. Jo, edhe të shqiptarët, se shiko, unë kam jetë gjatë në politikë. Njerëzit e duan që t'jesh korrekt, njerëzit e duan të sfidosh, njerëzit nuk të duan t'jesh në radhë gjithmonë. Dhe është e pa besueshme ajo parti që ka qenë, si thënë dhe ju, aq moderne, aq debat, aq gjë, tani jemi tek ajo që thotë Seneca. Ben po, Pak janë sklever të vërtet, tjerët janë sklever vullnetar, vim vetë. Qa perle, këj mala ishtë i madh shumë, i dua shumë të. Po rilexoju nuk ishte. I ka gati, i ka perle, i ka snajper. Kështu që Elisa është momenti që do të marrë një vendim të madh. Male të dëgjova me shumë vëmendje dhe unë dhe çunat, vetëm se nuk i përgjigj akoma pyetjes, a është Gramozruçi Ja prapë? do të them edhe këtë. Ai sa e njohun Gramozruçin, nuk ka qenë pjesë që krijonte grupazhe në Partinë Socialiste. Më pyeti dhe kolegu këtu ku qëndronte fuqia e tij. Dhe po a them dhe këtyre se unë uroj që këta të bëhen ambicioz për të hyrë në politikë. Është takimi një face to face me njerëzit. Pra ai e njihte bazën, u trashëgua baza e Partisë Punës, krijoi reputacion e veçantë me 2 prilli në Shkodër, që vajti ballë për ballë, dhe ishte si thua njeriu që e besonin dhe për ato e respektonte edhe Nano, edhe Rama dhe të tjerë. Kështu që ai ka një fuqi përbashkuese, por nuk e njoh që të... Për shembull ishte ndryshe Meta. Meta ishte në PS, por gjithmonë kishte një grup deputetësh që bllokonte Nanon. A mban mend që në 2004-2005 bllokoi ministrat? Me di. Pra kishte tjetër strategji Meta për të... Meta ishte më fraksionist. Jo, kishte strategji, do mbijetoj duke përdorur një grup të vogël, ndërsa Gramozi thosh do ndikoj duke pas një perceptim pozitiv dhe duke i respektuar një Në këtë rast ju, pra Ben, në këtë rast ti e përjashton fane që mund të jetë Gramozi mbrapa Elisës. E them të gjë sepse ne kemi dëgjuar të gjithë, si jemi të parët, s'po them në gjithë të re, që bashorti i Elisës është njeri i Gramozit. Shiko. A është e vërtet kjo, apo janë legjenda urbane, na i thuaj? Ka një lidhje familjare, por jo në atë nivel që thonë njerëzit. E dyta unë prapë të them, nuk është, sepse unë jam rritur në Partinë Socialiste, nuk hynte Gramozi për të bërë kështu poshtë tavoline, marrëveshje me grupe të vogla dhe për ato. S'po bëhet gjë poshtë tavoline këtu. Jo, bëhet edhe poshtë tavoline. Publikisht. Jo, s'është ashtu. Ku s'po bëhet gjë? Tani s'po bëhet gjë, Spiropali po e bën publikisht, nuk po bën. Unë them po bëhet shumë dhe poshtë tavoline. Jo, po bëhet shumë se si do ta shumë publikisht. Si do ta krije Majan grupin e saj ajo? Po patjetër dhe me marrëveshje në tavolinë. Ajo është pjesë e politikës. Ne nuk dim kush janë aktorët e huaj që po luajnë me Elisën. Nuk dim a është Gramozi apo jo. Beni thotë jo, po. Un kam, shiko. Mimi ti ke bindje tua, se ke një vjet tua. Tani do ikim te Ben Malaj, zonja Zotrin, sepse do flasim. Ben Malaj shpejt mos i lodhim. Vazhdo me analizën e PS se ngjarje më e madhe. Un si analizë e PS, mos flasim pak për ty për Vlorën. Jo, po se i kanë dhënë fjalën vlonjatëve nuk do i mbajnë një vit në fushat, se i lodh. A mos flasim fare për Vlorën? Fare, flasim për këto sfida, janë më të mëdha. Po. Rim këtu. Është kompromis. Dakor, vetëm do më lejosh të lexoj diçka që më ka ardhur mesazh? Po. Më thon ti drejtojmë publikut, audiencës, mund të shkruajnë te QR kodi këtu. Thon nga filxhani duket që Elisa po pi çaj. Çfarë çaj po pi Elisa Spiropali? Kjo do shoqërojmë atë muzikën me suspense, ke parasysh? Çfarë çaj po pi Elisa Spiropali? Gjeni pak, dërgoni mesazhin tuaj në QR kod ose në WhatsApp nëse nuk dini të bëni skanim dhe login. Është shumë e rëndësishme të gjeni llojin e çajit. Jap një përgjigje kështu, lapshe. Po lapshe, po. Kur vete në klube, kërkoj, i themu më bëj një çaj LSI. Çaj LSI? E të thonë ata çash, i themu fruta pylli. Se o ben? Elisa po pi çaj Euroatlantik. Është çaj Euroatlantik ju e Elisës? E ka një mbështetje për atë. Vërtet? Po. Çfarë perle. Ja, shikon? Spiropalus, vazhdojnë mesazhet. Spiropalus. Spiros, greqisht, palus, personi thotë latinisht, po Palo do më thënë i vjetër, greqisht prap, nuk është latinisht. Megjithatë, le të themi që Paulus është latinisht. Ky emër është shkurtimi i emrit Spiridon. Ben, kuptimi vjen nga fjala greke spiris,
që do të thotë shport e vogël, flogert. Zakonisht shport e thurur për buk ose për grur, spiris, dakord? Dërsa Paulus, latinisht thot personi, Palo unë di që është greqisht, Paleo. Ka gjë. Po qënë si ka? Ka në rrinjë të përbashkët. Të përbashkët ka, po. Ky është një emër klasik romak që ka mbetur pothuajse i pandryshuar në shumë gjuhë. Kuptimi do thotë i vogli ose i pakti. Prandaj është shport, spiris, Paulus, shport e vogël. Shiko, Arjan, ky lloj Pra në përmbledhje Spiros sport, thurje, Paulus i vogli i vogël. Dhe pyetja është, a premton Elisa si një sport e vogël? Tani, kjo ideja i vogël na ka ndjek gjithmonë të Partisë Socialiste dhe kur shkëlqeu Majko në atë karrierën e tij politike, të gjithë e lidhin me fjalë greke që kështu që unë nuk ka lidhje. Majko është bullgar, ti e di me origjinë. Aktualisht, është minoritar që në jemi ato. të sinqertë. është vlla Maqedona. Shiko, nuk ka rëndësi madhësia e shportës, se vaje çka ke brenda shportës. Se mund të kesh edhe një dron. Mund të kesh edhe një? Dron. Edhe një dron, po tamam. Ose Napoleon Mas Floriri. Ose Napoleon ose Diamant Mas Floriri. Ore, dëgjoj tani, sepse kemi me që jemi brenda PS-s dhe është dhe Male këtu, le do të tregoj një... Le do kalo pak tek fabula tjetër, të lutem. Fabula tjetër jo e Male, tek kjo e dyta, domethënë. Se Male tha, le ta lëm atë, do e thotë shumë nuk e do.